Pa e diskutoni qa eficienze ka dhe qa deficienze ka, më diskutoni si e ndalova, si e blokova, se nuk është ajo tem për të parë qytetarë si e ka ndaluar unë patinën elektrike. Çështja është qa efekti ka për këtë patina në rrugë. Mos diskutoj, mos e analizoni. Unë e graj makinën, graj edhe motorin, po s'graj monopatinën. Jo, edhe një herë, këtë pra po të them. Tani hajde diskutojmë. Po kur ta diskutojmë si të keni nalë, si ta keni shuj mujtë në punë. Diskutojmë qa duhet bërë. Po do të diskutojmë me grupet e interesit. Edhe unë jam dakord me ty që duhet të ketë një kufizim moshe që të qarkullojnë. Totalisht jam dakord. Jam dakord me ty që të bëhet. Në thelb një bim dakord, unë me pyetje ti me mua. Problemi është se vendimin, para se me marr vendimin, jo dash me fol me grupet e interesit. Edhe një grupet e sa po duhet. Një gjë që kam nderuar, siguria rrugore do të thotë ndalimin e një siguria rrugore. Siguria rrugore. Ai dini që është siguria rrugore. Një gjë. Siguria rrugore. Siguria rrugore ka inxhiniera për sigurinë rrugore dhe për tabela. Po, ka ekspert. Bravo. A di sa tabela ka Shkodër Velipoj siguria rrugore? 193 tabela vlla. Nuk i mund t'ja lash ati. Ky është dënatia, ti e vendimarrësi. Ti e nxjerrë urdhën shteti. Ti është eksperti. Jo, je gabim pronari i rregullat i nxjerrë rregullat. Policia rrugore është vetëm zbatuesi i rregullat që vjen anti pronari i rrugës.